Herë thash hajt. Bes. Si duket Trumpi kësaj role ka marrë seriozisht. E përfundoi Glencën. Besoj shumë. Bes, ti thuj koshtrim. Qa ko ke rritë koshtrim për thuj. Unë besoj në politikë latë, më thonë, sporti së kur gjë. Në një debat me Metin. Njërë morë është garant ata në Paraguay. Trumpi kësaj role ka seriozisht. E ka garant e ka kërcënu që ja u merë presidentin e është në hapës Paraguay dhe e kanë shugullat. Jo, pa e gore tash, Amerika ka njerë ka një me edhe në kampionatin e kalum, nuk është si ka bud një 3-4 loj këgja, kështu për pak që thujmë në shqiptarët. Për pak u konë me më rinë që të nivel, dhe më thonë njerës të jenë koncentrua dhe si vjetë ko kanë përgaditën. Kanë investu edhe në ligë. Po, dhe më thonë, po, tash... viteve të fundit, kanë investu shumë ligën në MLS. Gjithkun parja për bët vetën. O, shumë normale, dhe më thonë, kanë shku jetë matë Messi, është ku me lytë në Amerikë, që kemi diskutu... Ka këthen vëmendjen ka sokeri, e këshmet më spethirin futbol, ka dalë dole. Edhe pikrisht këto e kanë bo, dhe më thonë, këtë investim viteve të fundit e kanë bo pikrisht që jënë kone dhe një kosqer të kupës botës. Nuk është rasisht kja, ta një kosqer, edhe mës me bo as një levizje, as një plan, as një progres. Dhe me thonë ka shkuar edhe pak me plan. Po normalisht që ka shku me plan, dhe me thonë lejtarët matë mirë 4 vitet e fundit, Ju e në Evropë lejtarët apo aty në Amerikë? Ja, lejtarët matë mirë, dhe me thonë, na mujna dhe mi numru tash me radhë, po ne kemi për shembull skuadrën e Mesit,